Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama, djali Zaho dhe delegacioni që e shoqëron u prit në audiencë nga Papa Leone i 14 në vizitën e tij zyrtare në Vatikan me ftesë të Selisë së Shenjtë. Kryeministri publikoi në rrjetet sociale disa çaste të bukura nga ky takim që u zhvillua në bibliotekën pamnore të Pallatit Apostolik, ku shoqërohej nga bashkëshortja Linda dhe djali Zaho. Kreu i qeverisë u prit një ditë më parë në Pallatin Apostolik në Vatikan nga prefekti i shtëpisë papnore dhe zotërinjtë e shenjtërisë Papa Leone i 14. Në kuadër të vizitës zyrtare në Vatikan, Rama u ndal fillimisht në bazilikën e Genazanos, ku gjendet shëmbulltyra e Zojës së Këshillit të Mirë mbi një copë të shkëputur nga muri i kishës së Shkodrës në vitin e largët 1467. Ndërkohë vizita e kryeministrit në Vatikan vijoi në bazilikën e Shën Pietrit me mjediset e Stanza della Lacrime, Kapela Paolina, Sala Regina Sistina dhe një altarin e Shën Gjon Pali të dytë. Në përfundim të qëndrimit të tyre në Vatikan, kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij vizituan vendvarrimin e Papa Francesku. Pjesë e kësaj vizite ishin edhe disa takime të tjera, mes të cilave takimi me kardinalin Pietro Parolini, sekretari i shtetit të Vatikanit.